Zoti Mallaj, ka një filozofi mbi cilën pra i ka zgjedhur kryeministri Rama emrat e kandidatëve, apo është për të hequr peshën dhe barrën e skandaleve të 3 mandateve, pra për të sjellë një gjak të ri ndryshohet ushtria apo jo komandanti? E para dhe mbi të gjitha, fatkeqësisht ne nuk gjejmë një model pozitiv. Sepse po të shikojmë edhe reagimet në Partia Demokratike edhe për dhjerë në raport se çfarë dhanë primare dhe kush u mandatua në vend sigurt, do të shikojmë që elementi bazë kritik është besnikëria ndaj kryetarit të partisë. Kështu që në këtë aspekt, unë mendoj se listat nuk sjellin një pasurim, sjellin një varfërim. Sepse nëse kriteri me cilën ti i përzgjedh është ky dhe vetëm ky, besnikëria, atëherë gjithçka tjetër është një fotokopje keqe e parlamentit të mëparshme dhe e mënyrës për të bërë politik me agresivitet, me banalitet dhe me aleanca kur është dashur që të cimentoset pushteti absolut i kryetarëve të partive, brenda partive të tyre, ka vrarë demokracinë e brendshme. Dhe në historikun e tradicionit shqiptar, dhe zhvillimin politike shqiptare, marrëveshja midis dy liderëve politik të PS-së dhe të PD-së për të ndryshuar kushtetutën e Shqipërisë, për të ndryshuar në kushtetutë sistemin e përzgjedhjes nga një demokraci drejt për drejt majoritare në një demokraci të deleguar, ishte si thua rasti kur u dëmtuar në mënyrë të jashtëzakonshme demokracia brenda partisë politike dhe nga forca politike me një bagazh të madh, me një sistem përzgjedhje promovimi, këto partitë politike ngjajnë, si thoshte një deputet i vjetër, nuk ja përmend emrin, ngjajnë si një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me një pronar të vetëm që kryetari i partisë. Zoti Mallaj, ju pak më lart më përmendet Institutin e Studimeve Politike të drejtuar nga zoti Krasniqi, i cili në një nga studimet ka nxjerrë që zoti Braçet e Tabaku janë dy deputetët më aktiv në parlament. Të dy janë jashtë listës, së sigurt. Shiko, nuk është gabim, edhe nuk ka pse të jetë për frikë. Unë i njoh të dy, i respektoj të dy. Për mua, varet se kush u fut në listën e sigurt. Nëse emrat që janë futur në listën e sigurt kanë thjesht besnikëri ndaj kryetarit të partisë, në të dyja partitë, dhe lënia në listë të lirë e atyre që japin garanci më shumë në kontributet e tyre në parlament, pra bëndet domosdoshëm të jenë në parlament, aq më tepër në këtë konfigurim që gjoja po e rigjeneron, gjoja po e modernizon, gjoja po e hap partinë, gjoja po sjell gjakun e pastër të partisë, janë personalitetet të parlamentit shqiptar që do të ishin vetëm këtë arsye mund të ishin në listë të sigurt. Unë besoj që të dy ata me punë mirëfills dhe drejt për drejt që kanë bërë me antarësinë, edhe testimi që ka zotin Tabaku nga Tirana, është një numër vota shumë i madh, që patjetër bën fituese. Vetëm në qofse në organizimet e brendshme, në tavolinë, liderët e partive politike kërkojnë që t'i nxjerrin jashtë parlamentit dhe nxisin si të thuash ato mekanizmat e tyre të besnikëve të ngushtë të partisë që të pengojnë deputet caktuar që të futen në parlament sepse kanë frikë nga integriteti i tyre.